Kërcim në ritmin e ëndrës është konkursi i kërcimit organizuar nga shkolla nëntëvjeçare Sevasti Qeriazi, që vjen si një traditë e përditshme. Ky vit shënon edicionin e 6 të tij dhe mësuesja që është kujdesur për organizimin, Viola Teneqexhi, thosë se është kënaqësi të punosh me këta fëmijë të talentuar. E kam quajtur kështu sepse ka të bëjë me bashkimin e dy elementeve, kërcimi si formë lirë e shprehjes trupore dhe ëndrës si simboli i dëshirës. Do të marrin pjesë klasat nga e 6-ta deri në të 9 me muzikë dhe koreografi të ndryshme nga njëra tjetra. Për vlerësimin e këtij konkursi kemi jurinë e nderuar që përbëhet nga maestro Bardi Pojani, nga aktoria dhe regjizorja Blerta Belliu dhe nga ish profesori i edukimit fizik Kristaq Pula. Nxënësit përgatitën kërcime të ndryshme me të cilat përfaqësuan klasat përkatëse, ndërsa shkëlqyen në skenë me kreativitet, energji dhe harmoni. Unë bashkë me dy shoqet e mia kemi sjell kërcimin on the floor. Ishte e lehtë për të mësuar dhe besoj se është një kërcim shumë i bukur. Kërcesh shpesh, të pëlqen të kërcesh? Po, është shumë e bukur që të kërcesh. Kërcimi është një nga pasionet më të mëdha për mua, është pjesë e jetës, nuk bëj dot patëm. Sot në këtë konkurs do sjell kërcimin për një qershorin. Jam në balet, edhe më pëlqen shumë të kërcej. Për nxënësit që performuan më bukur në përfundim të konkursit, u ndan disa çmime pjesëmarrje, si dhe 2 çmime të treta, 2 të dyta dhe një çmim i parë që u vlerësua me medalje dhe kupë.